Faleminderit zoti Dumani, dëshiroj së pari që të përgëzoj të gjithë kolegët që morën pjesë në këtë operacion të përbashkët sot në mëngjes, përfshi kolegët shqiptar, por gjithashtu edhe kolegët e ardhur nga Finlanda. And I would also like to compliment SPAC for the excellent cooperation for the last 2 years. Me lejoni të paraqes komplimentet e mia për SPAC-un, për bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi pasur gjatë 2 viteve të fundit. Rreth 2 vite më parë u ndërmor një hetim në shkallë të gjerë në Finland, i cili u konkludua me arrestimin e rreth 55 shtetasve. Në kuadrin e këtij hetimi u sekuestruan rreth 300 kg lëndë narkotike, e cila kryesisht u trafikua nga Spanja dhe nga Hollanda. Nga sasia totale e lëndës narkotike të sekuestruar në Finland, rreth 170 kanë qenë amfetamin, 10 kg kokainë, ndërsa pjesa tjetër ka qenë rreth 100 kg kanë qenë marijuan, ndërsa pjesa tjetër kanë qenë disa tableta lëndës narkotike. Nga hetimi i ndërmarrë në Finland rezultoi që drejtuesi kryesor të këtij trafiku të lëndëve narkotike ishin shtetas të cilët vepronin nga Shqipëria. The drugs were transported by a truck. Njëra nga rrugët e ndjekura nga grupet kriminale atje ka qenë transportimi i lëndëve narkotike nga Hollanda në Finland duke përdorur kamion. A Polish truck and a Polish driver. Një kamion me targa polake, si dhe një shofer polak. Cannabis was sent from Spain to Finland. Për sa përket kanabisit, ai trafikohej nga Spanja në drejtim të Finlandës. Nga 55 shtetas të cilët janë dënuar nga gjykata në Finland, 10 prej tyre janë me shtesi shqiptare.